Rritja e cilësisë në shërbimet e turizmit në qytetin e Gjirokastres ka bërë që shumë të rinj të zgjedhin degën e turizmit në Universitetin e Kerem Çapej. Pedagoga e Fakultetit Ekonomik Antoneta Polo u shpreh se po preferohet ndjeshëm nga të rinjt, të cilët kanë mundësinë që pas mbarimit të studimeve të jenë të përgatitur për tregun e punës. E veçanta për këta studentë, ndërsa kohët e fundit ka kërkesa nga biznese për të punësuar në industrinë e turizmit. Dega e turizmit ka filluar të preferohet ndjeshëm nga të rinjt në universitetin tonë dhe kjo fal zhvillimit të turizmit që ka marrë vendi ynë. Studentët tanë preferojnë degën e turizmit me shpresën që nesër në të ardhmen, pra kur ata të mbarojnë këtë shkollë, të kenë një diplomë të vlefshme që do t'i ndihmojë ata për të punuar në këtë sektor. Dhe shpesh madje edhe tani ne kemi kërkesa nga bizneset për studentët tanë për të shërbyer në këtë sektor si një nga sektorët më të rëndësishëm për qytetin tonë. Pra, ne dim që turizmi për Gjirokastrën ka marrë për masa të konsiderueshme duke kaluar pra në një turizëm gjithvjetor, po theme. Nevoja e tregut të punës dhe zhvillimi i turizmit çdo ditë më shumë po shton interesin e të rinjve, ku gjatë këtij viti ka patur një rritje të frekuentimit prej 40% më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Në degën e turizmit kemi një numër të konsiderueshëm, krahasuar me degët e tjera është diçka më pak, por këtë vit është rritur ndjeshëm, është rritur diku me 40% numri i studentëve që ndjekin degën e turizmit. Turizmi është një sektor në rritje të vazhdueshme dhe ka nevojë për gjithnjë më shumë punonjës të aftë dhe me njohuri inovatore.